janë pjekur dhe ftojt. I largojmë nga pema. Pasi kemi bërë larjen e ftojve, këtu kam dikon rreth 5 kg, kështu, me ftoj, po kur t'ju largojna lëvorët dhe bërthomat do bje niveli, do jesin dikon 4 kg, morim 2 enë me ujë, kështu, një në të madhe tjetër në të vogël, morim një vinobran, dhe më shumë se gjysmë paketimi, hedhim tek ena e madhe, kurse një pjesë tjetër e hedhim tek ena e vogël, e përzim ujin mirë tek të dy enët, që vinobrani të përhapet në për të gjithë masën e ujit. Vinobranin e hedhim kështu në ujë për arsye që ftoni mos të ndrojë ngjyrën, atëherë marrim ftoj dhe ju largojmë lëvorën, pjesën e lëvorëve e hedhim tek kjo ena këtu, te ena e vogël, të mbushur me ujë dhe me vinobran, kështu. Lëvorët do na shërbejnë për trashjen e marmeladës në vend të zhelatinës, pra në të kaluara nuk kanë hedhur zhelatinë kur kanë përgatitur qyshet tona, pekmeze, marmelade, por e kanë përdorur kështu zhelatinën e pemëve. Kështu gjithë lëvorët ja hedhim tek ena me vinobran dhe lëvorja nuk do e ndrojë ngjyrën, pra derisa të rri kështu në ujë me vinobran do e mbaj këtë ngjyrën ari, kurse ftonin do e coptojmë në copsa të mëdha, jo shumë por mesatare, dhe do e hedhim tek uji, tek ena e madhe me ujë mbushur, ja largojmë këto njollat e zeza. Pra nuk guxon që këto njollat e zeza t'i hedhim, se munden me qenë të prishura dhe mund t'na dështoj marmelada. Dhe kësi, në copsa të mëdha, kështu, mesatare, i hedhim tek ena e madhe mbushur me ujë dhe me vinobran, dhe në mënyrë të njëjtë vazhdoj me gjithë ftojt, duke ja larguar lëvorën dhe duke ja hedhur tek ena e vogël, kurse pjesë të ftonit duke i kalu tek ena e madhe. E kështu nuk do e humb ngjyrën as lëvorja, as copë të ftojit. Në këtë mënyrë. I largojmë dhe bërthoma nuk na nevojitet. Është një marmeladë shumë i mirë, shumë i shtrenjtë nëpër markete, kurse kështu do jetë edhe më ekonomik, më i shëndetshëm, dhe në mënyrën e njëjtë vazhdojmë me gjithë ftojt. Kemi bërë dhe coptimin e ftojve, si që shefni nuk e kanë humbur ngjyrën fare, sepse në ujë kemi hedhur vinobran dhe vinobrani ndihmon që mos të humbet ngjyra e ftojit, pra i kemi ndarë ftojt në veti dhe lëvorët në veti. Dhe lëvorët nuk e kanë humbur ngjyrën fare, sepse dhe te kjo ena kam hedhur vinobran, atëherë marrim një tenxhere, kështu pak më të vogël, jo shumë të madhe, sa të mund që t'i zim lëvorët e ftojve. Lëvorët nuk i shpërlajmë as pak, sepse kështu duhet direkt të hidhen nga uji me vinobran që mos t'ju humb ngjyra gjatë zirjes, pra nuk duhet të shpërlahen fare, i hedhim të tërit. Pra lëvorët na ndihmojnë që të bëhet trashja e marmeladës dhe shtojmë ujë shtoj deri sa të mbulohet niveli i tyre
Pra besoj se është mjaftueshëm. Dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë mesatare i zim lëvorët e ftojve për 30-35 minuta. Lëvorët e ftojve i kemi zi dikon rreth 30 minuta, atëherë i bluaj me blender, i bluaj mirë. Kemi bluar dhe lëvorët e ftojve, atëherë i lajmë që të zihen edhe për 5 minuta tjerë. Pas 5 minuta zirje, i largojmë nga zjarri, marim një tenxhere më të madhe, kështu, një si kjo, më të madhe, dhe i hedhim në tenxhere. Pra dhe ftojt nuk ka nevoj që të shpërlahen nga ky uji ku kanë qëndruar me uji me vinobran, sepse ta ruajnë edhe gjatë zirjes ngjyrën, si që kanë këtë ngjyrën e arit, ka dalë shumë e mirë, dhe kështu në mënyrë të njëjtë hedhim gjithë ftojt në tenxhere. Kemi hedhur dhe gjithë ftojt në tenxhere, atëherë marrim një kullojse dhe lëngun që përgatitëm nga lëvorët e ftojve e hedhim tek ftojt, mirë po në fillim lëngun e kalojmë kështu në kullojse. Vetëm na nevojitet ai lëngu që do kaloj kështu nga kullojsja, sepse na ndihmon për me trosh marmeladën. Pra si që shifni, dhe pak me lugë, shtypim, që të kaloj tër lëngu. Indeko. Ja, pra, ja kemi kullu gjithë lëngun, në të kalurën gjyshet tona, nuk kanë pas që t'i hedhin si lloj gelatina, si qka tash t'gatshme, me këto lëvorët ja i kanë trash marmeladën dhe është bërë shumë i mirë. Hedhim ujë tash ngjeri sa ta mbulojmë nivelin e ftojve në tenxhere. Besoj është mjaftueshëm dhe i zim zjarrin dhe në temperaturë të lartë i zim ftojt për 1 orë. Gjeri sa ftojt janë në zirje, ne marrim molla, pra do i hedhim dhe pak molla, sepse ja japin një aromë dhe një shije shumë të mirë. Ju mund ta përgatitni vetëm se edhe me ftoj marmeladën, mirë po nëse i hedhni pak molla shumë i mirë do del. Unë në fillim pata dikun rreth 5 kg me ftoj, ka i kam pastruar, kanë mbejtur rreth 4 kg, për secilin kilogram të ftojve nevojitet 1 mollë, do me thënë na nevojiten 4 molla. Këtu kam ujë dhe tek uji hedhi shumë pak vinobran, sikur si që hedha për ftojt, do hedhi dhe për molla që mos i prishet ngjyra, e përzi kështu, dhe mollat e coptuara do i hedhi tek uji me vinobran që mos ta humbi ngjyrën. Dhe më pas, kur do të zihen komplet ftojt, do ja hedhim mollat. Ja, dhe mollat i kaloj tek uji me vinobran dhe në mënyrë të njëjtë vazhdoj me largimin e lëvorës së gjithë mollave dhe coptimin e tyre. Ftojt janë zirë, si që shifni, janë zirë mjaftueshëm, i kena lanë 1 orë që të zihen temperaturë të lartë, atëherë morim mollat që i coptuam më parë, si që shifni dhe mollat nuk e kanë humbur ngjyrën, pra nuk ka nevojë që të shpërlahen nga uji me vinobran, i hedhim të tërat dhe i lajmë që të zihen ftojt kështu, gjerisa dhe mollat të zihen plotësisht. Pra dikun rreth gjysore, sa më shumë që të zihet, aq më i mirë do del marmelada. Masën e përgatitur e kam zirë rreth 45 minuta tjera, duke përzir her pas here, mirë po kësaj radhe në një temperaturë të mesme jo të lartë. Kam harruar që të cek
se kur përgatit një marmeladë të ftojit, apo çfarë do lloj marmeladesh, tenxherja duhet jetë ati lloji që nuk ngjet. Ja largojmë lugën dhe marrim blenderin. Qofse ju nuk e bani me blender, doni t'ju daj një marmeladë si gjyshëve tona, atëherë vetëm me një shtipse do e shtepni, mirë po me blender do del shumë mirë dhe shumë shpejt. Pra e bluajmë mirë me blender gjithë ftojt dhe mollat. Kemi bluar ftojt dhe mollat dhe tash do ja hedhim sheqerin. Unë këtu kam pasur 4 kg me ftoj, do me thënë për 1 kg ftoj nevojitet gjysmë kilogrami me sheqer, pra 4 kg ftoj do ja hedhi 2 kg sheqer. Kemi hedhur dhe gjithë sheqerin. Besoj mjaftueshëm është e ëmbël, nëse doni ju mund t'i shtoni masa të sheqerit dhe më shumë. Mirë po, besoj se është mjaftueshëm 1 kg ftoj, gjysmë kilogrami me sheqer. Ulim temperaturën në të ultën dhe marmeladën do e zim dikun rreth 3 orëve, duke e kontrolluar vazhdimisht që mos të ngjitet për tenxhere. Pas 3 ore gjysmë zirje, marmelada është gati, e largojmë nga zjarri. Pra marmelada është gati për të kaluar në kavanosa, edhe pse duket kështu e hollë, nuk është e hollë, është mjaftueshëm e trash. Kur të ftohet, kjo do i bëhet trashësia as sa duhet. E kalojmë në kavanosa val nxehtë. Kavanosat i kam nxjerrë në furrë. Pra i vendosi kështu në kavanosa të nxehtë, e kaloj masën e përgatitur. Pra marmelada e nxehtë, kavanosat nxehta. Kështu me shumë kujdes e kaloj në kavanos marmeladën. Në kavanosa të ftofta sesi nuk guxon që të kalohet, sepse do të coptohet, do të çohet kavanosi kur ta hedhim masën. I mbushim deri në gryk dhe në mënyrë të njëjtë bëjmë mbushjen e gjithë kavanosave. Kemi mbushur kavanosat, kam fitu gjithsej 9 kavanosa të plot dhe 1 deri në gjysmë. I kam mbyllur me kapak, kapaka duhet të jenë të ri, ashtu si që kam cekur dhe në për video tjera kur kam përgatitur turshi, dhe mbyllja bëhet e njëjtë si kam vepruar më parë dhe tash. Kavanosat janë shumë të nxehtë, pra i marrim dhe i kthejmë kështu me kokët e poshtë. I kam mbushur deri në gryk. Gjithë kavanosat i kthejmë kështu me kokët e poshtë që të vakumohen. I kam kthyer gjithë kavanosat me kokët e poshtë, kurse këtë gjysmën nuk do e vakumoj, do e lë në frigorifer dhe do e shihni se si do trashet, do i lajmë kështu për 24 orë që të vakumohen. Pas 24 orëve, kavanosat janë vakumu, si që shihni dhe marmelada, vetëm se ka fillu që të trashet. I kthejmë kështu dhe i vendosim në podrum apo në frigorifer, ku doni ju. Mund të konsumohen me një herë, mund të qëndrojnë 2 vite nëse nuk i hapim. Shi do e shohim dhe këtë kavanosin që e futëm në frigorifer dhe do e shihni se sa është trashur. Është bërë taman marmeladë si i marketeve. Pra ka një aromë shumë të mirë, besoj se dhe shija nuk ka për mi mungu. E konsumoni në mëngjese, me bukë, mund të përgatitni ëmbëlsira, mund të përdorni ku të keni qef.
Kjo është mënyra se si përgatis unë mermelat të ftojit. Të gjithë ju motra që përgatisni ju bëft mirë, kurse ju motra që më shikoni vazhdimisht, më jepni komente të bukura, ju falinderit. Mirëmbëçi nga sofra shqiptare gjeni në recetën e radhës.